Shoqata Nexhat organizoi të hënën premierën e dokumentarit Aldo në Iran, si edhe promovimin e librit më të ri të autorit Aldo Sullolari, Sekreti i fundit. Sot është një event shumë i rëndësishëm ku do të përjetojmë premierën e filmit dokumentar Aldo në Iran dhe promovimin e romanit Sekreti i fundit. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë dhe emocionuese, duke mbledhur së bashku anëtar të shoqatës, miq, ardashës dhe të ftuar të shumë. Dokumentari ngjalli kuriozitet, emocione të forta dhe reflektim tek të pranishmit, të cilët e pritën me entuziazëm dhe interes të veçantë. Pamje dhe rrëfimet e sjella në film prekën zemrat e publikut, duke përcjell histori njerëzore, mall, dhimbje dhe shpresë. Një moment veçanërisht emocionues ishte reagimi i anëtarëve iranian të shoqatës Nexhat, të cilët ndan emocione dhe nostalgjinë e tyre, teksa pan vendlindjen përmes këtij dokumentari. Shumë prej tyre u prekën thellë nga kujtimet dhe ndjesitë që filmi riktheu. Po ashtu, interes të madh ngjalli edhe promovimi i romanit Sekreti i fundit, i cili u vlerësua nga të pranishmit për tematikën, emocionet dhe historitë që përcjell. Të ftuarit patën mundësinë të bisedonin me autorin dhe të ndanin përshtypjet e tyre mbi librin dhe dokumentarin. Ky aktivitet u kthye në një mbrëmje emocionesh, arti dhe kujtimesh, duke lënë bresa të veçanta tek të gjithë pjesëmarrësit. Dhe jam shumë krenare për